Në qershor të vitit 2025, Shqipëria u trondit nga lajmi ndarjes nga jeta të Ilir Shqinës, ish bashkëshorti i politikanes Grida Duma. Ai u nda nga jeta në moshë të re, duke lënë pas një boshllëk të madh tek familja, miqt dhe ata që e kishin njohur nga afër. Ilir Shqina ishte një figurë e njohur në botën akademike dhe diplomatike, i vlerësuar për profesionalizmin, korrektësinë dhe dinjitetin që tregoi në çdo detyrë që mbajti. Jeta e tij ishte e lidhur ngushtë me shërbimin publik dhe diplomacinë shqiptare. Ai kishte shërbyer si këshilltar diplomatik në Ministrinë e Integrimit Evropian dhe ishte aktiv në fusha të ndryshme që kishin të bënin me zhvillimin e medias dhe komunikimit publik. Kontributi i tij u kujtua nga shumë personalitete, ndërto edhe Majlinda Bregu, e cila e përshkroi si një profesionist të rrallë dhe një njeri që i dha shumë administracionit publike. Përveç karrierës së tij, jeta e Ilir Shqinës u përfol shumë për martesën e gjatë me Grida Dumën. Ata qëndruan bashkë për 22 vjet, derisa martesa e tyre përfundoi me divorc në vitin 2022. Nga kjo lidhje, ata sollën në jetë një djalë, i cili sot është adoleshent. Pas lajmit të trisht të ndarjes nga jeta të teatrit, djali i tij bëri një reagim prekës në rrjetet sociale, ku e kujtoi si një njeri me integritet, mentor dhe mburoj të familjes. Ndarja e tij nga jeta la pas dhimbje të madhe, por edhe kujtime që tregojnë për një njeri të respektuar dhe të dashur. Mesazhet e shumta të ngushullimit, që erdhën nga figura publike, kolegë dhe të njohur, treguan se Ilir Shqina nuk ishte vetëm një emër i njohur në politikë dhe diplomaci, por edhe një personalitet që kishte fituar respektin dhe dashurinë e shumë njerëzve. Historia e Ilir Shqinës është ajo e një njeriu që punoi me pasion, që ndërtoi familje dhe la gjurmë në shoqëri. Edhe pse u nda nga jeta herët, kujtimi i tij do të mbetet i gjallë tek ata që e njohën, tek djali i tij dhe tek të gjithë ata që e vlerësuan për vlerat njerëzore dhe profesionale që përfaqësonte.